ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë, prej tij fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, fillimisht e lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që pjesa e kaluar e Ramazanit, e cila është pjesa më e madhe këtij muaji ka kaluar, Allahu e lutim që t'i pranon agjërimet tona, teravitet tona, leximet tona, të gjitha veprat të cilat jemi munduar që të bëhen sebeb për fitimin e kënaqësisë së Zotit Gjelle Gjelalu. E lutim Allahun subhanahu wa taala që për pjesën e mbetur Zotit na jep vullnet dhe shëndet që të vazhdojmë në kontributet e khairit. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu në ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, duke e përcjell rrëfimin e tij nga drejt për drejt nga ai i cili ka krijuar gjithësinë, nga Allahu subhanahu wa taala. Pasi Musa alayhi salatu wassalam e merr Tevratin edhe kthehet me Tevrat në bijtë e Israilit, pasi që kishte shkuar për të tretën herë tek Allahu subhanahu wa taala me 70 besimtar të veçantë, të se t'i kishte zgjedh nga mesi bijve të Israilit, kthehet dhe vazhdon jeta tek bijtë e Israilit në normalitet. Një ditë prej ditëve, Musa alayhi salatu wassalam e thrasin disa prej bijve të Israilit. Para kësajna, Allahu na rrëfen neve në Kur'an për një sure e cila është surja më e madhe në Kur'an, surja Al-Baqara. Surja Al-Baqara, surja e cila ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon këtë sure, shejtani s'u afrohet. E ne do ta shohim sot edhe do të vazhdojmë me dobi që ta marrim se pse Allahu xhelalu ala surën më të madhe në Kur'an e ka zgjedh që të emrohet me një ngjarje e cila i ka ndodhur Musait alayhis salam në popullin e vet. Tregon Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, sikur që ka transmetuar Imam Ibn Jeriri dhe Imam Ibn Kathiri dhe Ebu al-Ali dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve, komentatorët e muslimanëve, thot çfarë është ngjarja e lopës. Pra sot do të flasim për ngjarjen e lopës, e cila është e njohur te Musa alayhis salam dhe në surja më e madhe te na e ka emrin surja e lopës. Çka është rasti i lopës, çfarë ka ndodhur, çka është çështja e kësaj lope, e do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Pasi kthehet Musa alayhis salam te populli i vet, vin disa njerëz dhe i thonë, e kemi gjetë në rrugë një njeri i dekt, e ka vrarë dikush, shihet që është i vrarë me thik. Mirë, po nuk e dim kush e ka vrarë. Ka qenë kaluarën se nëse njeriu gjendet i vdek pranë dikujna, atëherë i dyshim ti i parë është aty rreth kush është. I ka thirr krejt ata që kanë afër, kanë bëu be. Ka transmetimin nga 50 herë kanë bëu be, se na nuk e kena bë këtë punë. Nuk e ka bë këtë punë. Atëherë çfarë ndodh? Atëherë nuk ka prej bijve të Israilit vetëm se e mohabet, unë se kam vrarë. Thot Abdullah ibn Abbasi, ka jetuar në bijtë e Israilit një njeri i cili ka qenë i pasur dhe nuk ka pas evlad, e ka pas vetëm një djalë të vllaut. Ai djali i vllaut, çfarë ka thënë? Ka thënë kur vdesë Axha, parët mjesin mua, pasuria e tij mjet mua. Mirë po, ju ka duk sikur u zgjat jeta e tij, s'po vdes. Apo e ka ngut kaderin e Zotit Gjelle Gjelalu, e ka ngut vdekjen e Axhës së vet. Dhe kur ju ka bani ditë mo bezdi Axha i tina, ka thonë kështu, ka thonë ta vrasun e ketë, ta nxjerrin në rrugë, edhe t'ja u afroj disa njerëz që janë më të pasur, e ta paguajnë ato të vdekmin, edhe unë i marr edhe parët e që është i vram, edhe e trashëgoj Axhën tem pasurinë e vet. Pra i ka minut di pasuri. Ka thonë ja marr pasurinë e Axhës, se ka vdek, e më takon mua, apo edhe e dyta, shkoja u gjuj fajin dikujt tjetër, e ato e paguajnë gjakin e dekmit edhe i fitoj dy lloj pasurie. Thot Abdullah ibn Abbasi, e merr Axhën e vet natën. Edhe i thot Axhës vet, se për çdo manipulim duhet një plan. Edhe çfarë plani ban? I thot Axhës vet, o migja jep, thot unë po du me dal me vot tregti, po thot unë jam i ri, e s'ma morin fjalën. Apo vjen thot ti vet si autoritet më i nalt, thot edhe unë t'ja baj do tregti. Ai vjen, sikur që mashtrohet njëri. Edhe del, edhe midis rrugës natën, apo e mbyt migjën e vet për pasuri. Edhe e lë rrugës.
Në saba qohet, lahat, drejt që të regulohet, edhe del, edhe shkon të migja i vetë aty, dek që e ka vra vetë, edhe fillon me bërtite, me klithe, me kajt, kush ma ka vra agjen. Edhe fillon njëzit me dal, ati ku e ka lan kanë qenë njërës pasur. Edhe ka thanë, kush ma ka vra agjen, ju ma keni vra agjen. Ato ka thanë, vallaj, nëse kena vra, s'kena po njëri që ka lëviz këtu. Ka thanë, ju ma keni vra, deri sa fillon të të ve dara të mfia. A i thot, jo se kam vra, ja vallaj se kam vra. Deri sa njëni për i tërë thot, po ne kena Musa a.s. pejgamber i Zotit me nevo. Ne shkojmë te Musa a.s. Edhe shkon këte Musa. Dhe shkon dhe zër guximi i këti njeriu, i cili e ka vra agjen e vet. Ka shku ka thonë, hajde te Musa. Sa i ka mendue, sa i ani pse ma pejgamber, suni bem fije që une e kum vra. Atëherë shkojnë te Musa a.s. Edhe ja rrofejnë ngjarjen. Thonë, ne kena gjetë njerin dekt. Edhe kësi cili po thotë unë se kam vra. Qysh mi ra, qysh me dal për këti sikleti, kush o vrasa si këti njeri. Atëherë Allahu xhele xhelalu vezër e i shpall në Musa a.s. një urdhër, i urdhër hinor qysh me dal për këti sikleti. Mirë po, kur ja u jep, do më dhanë zgjidhjen, lidhja mes problemit dhe zgjidhjes është shumë e largët. Është shumë e largët. Nga se të bitë e Israelit, sikur që i kanë ngatrum shpirtat, qashtu ju vinë edhe urdhrat. Andaj për shembull vëllezër, nëse lexon Kur'an, edhe në vetë në Kur'an ka ardhur ngjarja e parëndit. Për shembull Allahu xhela sikur gjukosh duke fol për bitë e Israelit, thot: "Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara." Kur i tha Musa alayhis salam popullit të vet, prendeni lop. Tash amunish me para mdu vëllezër, tash ti e keni problem. Për shembull ka vrasje, njeri ka dek, i prema, midis udhe. Edhe shkon ti te dikush për me ta zgjidh problemin, edhe ai thot, ani prejeni lop. Tash zakonisht apo unë kam problem, njeri dek ti më thu prejeni lop. Edhe këta pasaj do ta shohim na se si kanë reaguar. Apo, mirë po, me rëndësi që ta kuptoni ngjarën që kur ti nxjerrim dobit që ta kuptoni. Pra është vrarë një njeri nga dora e nipit vet, e ka vrarë agjen e vet, e ka nxjerr rrugë, edhe po portet kush e ka vrarë? Shkojnë te Musa alayhis salam. Edhe Allahu gjela i shpall Musës. Për çelën tani me Kur'an në surën Al-Baqara. Thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 67 nga sura Al-Baqara. Wa idh qala Musa liqaumihi, kur i tha Musa popullit të vet, ja, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu po ju urdhëron që ta preni një lop. Shiko tani. E ju kujtohet të ndëruar xhamarlise 3-4 ligjëratat e fundit për çfarë belaje patën bitë e Israilit? Lopën, viçin. Allah që ka dalë pi damarve. Andaj Allahu u gjera në një fatkeqësi, në një kader të caktuar, e merr edhe për t'ja u zgjidh problemin, edhe për t'ja u prerë ndamar shirkun e lopës, e viçit. Nga sa atyre viçi ju kishin damar, adhurimi i viçit ju kishin damar. E Allahu xhelalu do t'ju tregon se kur të prehet shirku, kur të largohet shirku, kur të largohet adhurimi dikujt tjetër përveç Allahu xhelalu, çfarë zgjidhen problemet? Derisa adhurohet viçi, derisa adhurohet lopa, s'ka mundësi mund zgjidh problemet. Apo, andaj njëri i dekt është, apo tani Allahu xhelalu do të prendeni lop. E tash e ka thënë, andaj tham, mas faraonit Musa alayhis salam ka hek me popullin e vet, shumë ka hek. Nëse këta nuk e kanë trajtuar si autoritet, thot Allahu te bareke ve teala, qalu, ka thënë këta, atattakhiduna huzwa, ti ai gara me vonë neve. Shikobit e Israil, thonë ti ai gara me vonë neve. Na kena njëri dek ti më thul prej lopën. Shikoj kjo ngutja, kjo nxitimi kundër pejgamberëve, nxitimi kundër autoritetit fetar, i ka bërë që ata që këtë lop shumë shtrejt me e pagujt. Këtë lop kanë me e pagujt shumë shtrejt, sikur që janë mësua ata mi pagujt lop shtrejt. Apo Samiriu çka ju tha? Samiriu kur mungoi Musa çka ju tha? Tha mbledhni do altan, ja u ndreqin një viç, një zot pi altanit. Edhe e morën ato këtë altanin, ja mbledhën keq, e kishin marrë pi Egjiptit, edhe ja prunën. Edhe ai e shkrini edhe ja u ndreqi viçin. E tani duhet me shkrinje. Ama kanë me pagujt apet, se janë mësu me pagujt këta. Thëtë Allahu te bareke ve teala, qalu atattakhiduna huzwa. A i gardi po man me neva. A i na të duk si të lujt njeri vdek ti më thur prej lop. A na kena problem, na kena artë të dy si pengamber, s'kena artë të më na thonë neve prej lop. Mirë pa Allahu gjallë vezër shiko, ka hek shumë Musa a.s. Thëtë Allahu te bareke ve teala, qale a'udhu billah. Ka thënë Musa, Allah i na rujt. Unë me bëja jare. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, a'udhu billah an akuna min al-jahilin.
kërkojmë mbrojtjen prej Allahut që të jenë prej xahilave. Ka thënë Ibn Abbasi, ju ka thënë, Zoti mbrojt me rrejt për Zotin. Allahu mbrojt që unë të shpifi diçka për Allahun. A ma pronët ju rastin po? Zoti më tha prejnë një lop. Tash normal ti sun bengjita, po, se njëri dek tu prejnë një lop. Qa ka këtu ndërlidhje? Po sikur që ka, vëllezër, shpesh njerëzit suni lidhin disa prej gjërave. Andaj na e përmendën për shembull, kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam, sa probleme i kanë pas njerëzit? Qindra mijë probleme. Allahu si ka zgjidhur problemet? Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tani i cili ka krijuar. A u zgjidhën problemet? Po u zgjidhën. Për 23 vjet, vëllezër, për 23 vjet i ka zgjidh Muhammed Mustafa alayhis salam problemet e këtë njerëzimit. A ka me problem pa u zgjidh? A ka me problem pa u zgjidh? Krejt problemet janë zgjidh. Andaj nuk ka prani shpalljes dikun vetë se problemet ka mu zgjidh, se ka dritë. Nuk ka dikun që prania e shpalljes apo shpallja nuk ka ti fuqi, s'ka ndikim, s'ka influencë, vetë se probleme ka me pas shumë. Andaj çka i tha? Eudhu billah, Allah i në rujt. Unë e di që kam thatë, unë e di që njeri i tekta, unë pesho. Ka thonë, Allah unë tha prej në lopën. Dhe preje, për këtë asyjo dhe zër, kjo mëgjari ka në mësu një vargë mësimësh. Kjo mëgjari ka në mësu nga se surja më e madhe të ndëruar gjëmërli, që ka zbrit të Muhammed Mustafa a.s. për surja Al-Baqara, me 49 faqe sure. Ka thonë a.s. atë shpiku lexohet surja Al-Baqara sin shejtani. Do ta shohna pse? A dhe tha Musa a.s. Eudhu billah, Zotin arrujt tha, unë me rrejt për Allahin, unë e di probleme tha, po Allah po më thot prejnë një lop. Pasaj që ka tha, eudhu billahi en ekune min el gjahilin. Tha unë s'jam gjahil, sepse gjahili ban hegare, ignoranti ban hegare. Mu tha s'm ka kap ignorant sa që në me ba hegare. Apo dhe than, e të të khidhën e huzua, kush ban hegare? Apo, mi po këto nuk e kishin probleme dhe zërë mi thonë për nga merit ja ban hegare. Apo, ta shlëzër, pare më në këto kanë met, mi thonë Musës t'ja ban hegare, me neve. Mirë po vazhdanë Allahu dhe të regonë. Kalu, udi'u lëna rabbek, ju bejin lëna ma hije. I kanë thanë, qiko, kitë kisë tërhollimi, kjo këtë që e kanë që kitë zhag, kitë zvar, kitë ideja o kanë më sta prej lopën. Ma në vend të ndërrojë më të li. Kitë, pse? Sepse ushribe fi kulubihimul ijl, u ka shtri, u ka rjedh në damarët e bive të Israelit adhurimi lopës, adhurimi viqit. Andaj tash kanë menu këto kështu. Ka thonë, na vetna qëfar në gjire, sa kilogram, sa i ka vjet, a plak, a ere, e shtrengojmë, mos në shtas pe prejna. Sepse vici problemu kom përbiti Israelit. Andaj sigur shiko plot për njerëzve, kur i thu që këtë gjuna du të me lanë, a i thu ta bashkë që ta, a mësan që e tjetra, e silët, e psilët, o që to, mësu më shkojnë a që periferi, re këto, rrim bashkë, rrim qendër ku du të menet, apo, a ki bërë një njërët, se kuptoj dhe du në islamin, që vë se kuptoj? E kupton. A e danë ti bukën për zarmit, a i di dalim, a i di ujin, a i di eurën e dollarin, a i di dinarin edhe eurën. Një i thot, a i përzin të njerë, mi thonë, njëni që 100 euro, bemi 100 dinar. Jo e thot, 100, ama euro jatë, qëtër pesh ka. A jep ti dikujna, 100 për 100. Thu, ka dalë të sho, qëfar 100 ajotja? A, kjo e frangi, kjo ma shumë. Për këta si vëzër, që si ngatrojna frangat me eurët edhe dollarin, a pse për disa njës dojnë, pa s'pe kuptojnë në islamin. Jo për islami i qartë. A dhe dha Musa a.s. Tha eudhu billah, në hajgarëve, prejnë e më një lopë. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu koment, ka thënë vallaj, lopën e parë, çka e kishin pa, me pas pre, urdhri Allahit ish plotësuar. Ama këta kanë bo labirinte, kanë shkue tërdhorazi, mos ta prejnë lopën. Se lopa ju ka hinë mish, e Allahu gjabë do me prej lopën, me auzi problemin. Pra, njëherë ta pastrojna shirkun, nuk ka problem, unë ja unë gjallë njëri, nuk ka problem kjo. E morë në vesh në kushe ka vra këta. Nuk ka mundësi mi dal plani i në dytë këti njëri të cilë e ka vra migjën. Ne e regulojmë këtë punë, po para se me regullu këtë punë, ta regulojmë njerë të uhidin, ta regulojmë njerë islamin. Ka dalë se ju ka hije vichin zemër, tja u shkull në vichin një harpi zemre, më nënë mësani nuk ka problem. Këdhali ke juhillahu l-mauta, Allah dhe për me gjallë tekmin. 5 herë në surën Al-Baqara, Allahu e ka përmen gjallë më në vdekmit. 5 raste rinjalli i ka përmen vë surën Al-Baqara. Andaj vëzër, nuk ka një njeri
që çfarë do lloj smuje ka, për smujeve shpirtërore, me xhine, me mësysh e me sehire, vetë se surja Al-Baqara e ngjall dhe ja hek ato çish ngjallot njëri. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, la yastati, smunën mushtin sirbazat me surën Al-Baqara. Smunën mushtin, pas ringjall janë përmend këtu. Andaj Allahu ja ka përmendur këta të sehirën, wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman. Këtë sehirë që janë përmend surën Al-Baqara. Dhe krejt këto i ka azhësu Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye dhe shiko, ata kanë bë manovër mos ta presin, ama Allahu xhelala do t'i çon deri te e thermja e lopës. Thot Allahu te bareke wa ta'ala, ata than, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya. Ja, i kanë thënë, o Musa, lutë Zotin tan. Çka Zotin tan? A Zoti tënë? Po, ama këta kanë thënë Zotin tan. Ka thënë, lutë Zotin tan, na bëje të qartë, na e qartësoje, çfarë lopë ajo? E ka shumë lopë, apo cilën duhet na me bëje? Cilën duhet me e preje? Cila është ajo lopë? Thot Allahu te bareke ve teala, qala innahu yaqulu innaha baqara. Ka thënë Musa alayhi salam, Allahu më tha, ajo është një lopë la farid, nuk o plak. Nuk o plak. Kanë thënë komentatorët, çka ka Ibn Abbasi, nuk o plak, pra nuk është që ka mundësi mo as me lind, as me bëhe diçka për veprave të cilat kërkohen prej lopës. Pra s'është e dobishme. Pra, nuk është plak, ç'kjo plak. Ka thënë wala bikr, e as nuk është shumë e re. Pra nuk është viç, e as nuk është shumë plak e lot. Ka thonë midis, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, lopë e cila është më e mira në standardet e lopës, në vjetët më të mira të lopës. Ka thonë Allahu xhellahu ala, wala bikrun awanun bayna dhalik, midis kësaj dhe kësajda. Dhe shikoni, ja u ka tërheq Musa vorrejtjen. Ka thonë fa'alu ma tu'marun. Veprone, bane kryne ma shpejt që ta shka piju, thotë Allahu xhellahu. Mos u sillni, mos e pështillni muhabetin, mos e ngatroni muhabetin, po sos në punën. Apo, këto jo, nuk e kanë sos punën. Shikone qash si e dredhavin, e shkojnë, ende ma shumë e ngatrojnë. Thotë Allahu te bareke ve teala, fa'alu ma tu'marun, ju ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, o ju njerëz, prene se ka sa dush lop, as nuk ka plake, as nuk ka viç, sa dush ka. Merrni një lop, prene lopën. Allah po më thot prene lopën. Ama shish me prej lopën. Qish me prej lopën kur na para pak kohë adhurum ata. Qish me prej lopën kur na kena jetuar ti Firauni, edhe ata vazhdimisht i kanë adhuru lopt. Kur na pi lopëve kena prit me rashiu edhe me dal dilli, qish me prej lopën. Andaj Allah thot fa'alu ma tu'marun, Musa alayhis ka thonë, prene lopën. Apo janë sill, thot Allahu xhelal xhelalu. Ata kanë bë pyetje, ndoshta mos po janë ngushtojna, apo e na shakis po ka mo xhevab edhe po thot, haj leki. Haj leki s'me prejna lopën. E mirë po kjo lopë do t'ju kushtoje. Thëtë Allahu te bareke ve teala, qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha. Shiko këto shkencëtarët të cilët e lipin me detaj, me atom, me qeliz. Kanë thënë, lutë Zotin tan, ne ta tregoje neve. Ma launuha. Çfarë ngjyre ka kjo lopë? Po, kush tha mas pari, Musa nuk ju tha as me ngjyrë. Gjithmonë kur vjen shariati, kur ka kërkesa shtesë, ai vetë ta bën qartë. Sikur kur në haxhin lam tumirës, Allah na mëson haxh dhe umra ya rabbel alamin. Në haxhin lam tumirës pejgamberi selam ju kallzonte njerëzve dispozitat. Vjen një njeri. Ai thotë ja Rasulullah, a kemi obligim haxhin për çdo vjet? Pejgamberi sa bëhet kishte special. Si përgjigjet? Ai prap, ja Rasulullah, a kemi haxhin për obligim për çdo vjet? Ai dhe vetë do të thon haxhi obligim për çdo vjet. Ha mençi një animor shkon njëri, ai thotë ai kena obligim për çdo vjet. Pejgamberi nuk i përgjigjet. Për strejtja, ja Rasulullah, a kemi haxhin obligim për çdo vjet? Pejgamberi i përgjigjet, bro, unë jam dutnie, po s'po duam të përgjigj. Çai thot, po unë nëse tham po, a e ban? Po na s'po dimë të kallëzuçi vet, mundesh me pas për çdo vjet, apo bu paskon haxhi për çdo vjet. Na kish kallëzu Allahu, a na ka kallëzu 30 ditë e kena Ramazan. Pse? Se ki obligim 5 vakt namaz, njët 40 e kipi zeqatit. Mirë po, këtu s'ka kallëzu, pse? Një herë. E mirë, a mund që para menut kishtë tonë për nësam obligim për çdo vjeto. Shtash e kini po me këto shifrat e reja. Me kam po obligim për çdo vjet, njeri du të me punu veç për haq. Mirë po Allahu gjilohala me rahmetin e vetë, në mësojnë në përmjet pejgamberit alayhis salam. Tha o ju njerëz, kur ka dishka obligim, unë ju kallëzoj vetë.
Kur të shuni dhe ju. Kur të shuj, mos vet detal, se ki detali të aranon, ki detali të shtim, që hin labirint s'di ka me dal. Shiko këto, çfarë ngjire ka kjo? Po ai çka i tha Musa? O kap në beni lop prene çati. Prene as plak as viç, as me dini lopa. Po merrem orë një çoban dhe çona me plak edhe as plak as viç, o do çka kjo? Preje. Jo, çfarë ngjire ka? Çfarë ngjire ka? Thot Allahu te bareke ve teala, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. A për do një detalj? Më shkojmë detalj? Apo, ka thënë Musa a.s. Allahu më thot, dhe vini rejo dhe zërë, çdo herë thot Musa, innehu yaqul, Allahu po më thot, s'jam të thonë une. Allahu po më thot, nuk jam të thonë une. Sigur që plot me njerëz të thonë, janë pik të xhallar, juve veç në xhami jam ju po. Na e na pik. Pse na pik morë na? O nuk e na pik na, Allahu që ka po farz. Janë pik të xhallar për ushtin me ninue. Kush do ka shtime me ninue? Kush dinon për mua, kush dinon për xhallar? Po e ka bërë Rabbul Alamin i farzën për mua, për hoxhën e harrojnë. Pejgamberi sa më ditë pe xhumave, e ka fal xhumaën. Mas e ka krye hutbën, e ka fal namazin, edhe janë shpërndar krejt, kanë shkuar nëpër pazarët e veta. Pejgamberi sa ka me vet. Allah ka regjistruar në Kur'an. Ha, wa tarakuka qa'iman kalon vet. Ha sa për moment për njerëzia, klojnë vet, ama Allah e ka bërë farz. Ata thonë innehu yaqul, ai po më thot, jo unë. S'jam të lipun, Allahu ja po thot çashtu. Sepse nuk e ka kudretin Musa a.s. me ngjall dekmin. Thot Allahu jelle wala, sa i përket ngjyrës, innaha baqaratun safra. Ajo është ngjyrë verdh. E verdh, mirë po çfarë verdhësie? Verdhësi e cila është e pastër në asnjë njollë se ka tjetër. Faqi'ul launuha. E ka ngjyrën e cila shkëlqen verdhësi. Që kur ta shohë dikush thot çfarë lope e verdh koka. Asnjë njollë tjetër se paska. Launuha tasurru an-nadhirin. Apo, andaj ka ardhur disa transmetime se disa dietarë kanë ardhur se Abdullah ibn Abbas ka thënë, kush vesh ngjyra të verdha, ka muni i qet. Ka me jaknaç syrin. E mirë, po kjo është prej komenteve të zati kanë marrë nga kjo ajet. Te Allahu te bareke ve teala ka thënë faqi'ul launuha. Ngjyrën e ka flak të verdh dhe kur ta shet dikush kënaqet. Do të thotë çfarë ngjyre të mirë paska. Thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim. A janë bind këto? Jo. Sa, ala se morën vesh falopa. E verdhë. Ngjyrën e ka shumë të verdhë. E ka të pastër. Jo, çfarë lopa, se morën vesh të falopa. Kjo këmgullje me e ngatru dhe me pështjellue kushton. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka thënë Imam Muslimi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tre herë ka thënë alaihi salatu wasallam. Shkatrohen ata që e lipin me xhilpan, shkatrohen ata që e lipin me xhilpan, shkatrohen ata që e lipin me xhilpan. Ai që e lip, a çyshke, shtrëngo, shkatrohen, do të leve krejt. Po leve se sobajta, apo. Për këtë arsye vëllazër, Allahu kur thotë banë një urdhër, banë dhe mos lip detale, banë që gjithë ka thënë, mos e çyshke kjo, e çfarë ngjyre, e ta çka kanë me lip, kanë me thënë, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. I kanë thënë, o Musa, nuk e kena qartë në farlope. E keni qartë, shumë qartë kanë. Ama çish me prej lopën se deri gje e kena pas Allah, Zot. Çka ju tha Samiriu për viçin? Hadha ilahukum wa ilahu Musa. Që kjo Allahi, ilahi i Musës edhe Allahi i juve. Qysh me prej gaboj badet? Qysh me prej gaboj badet? A unë i adhurimi gaboj, qysh ta prej lopën? Andaj për shembull sot dikush thot, po lope po më shkoj ndive atë lopën. Shko këshira që qysh i bojnë nisbat lopës. 5 milion njerëz i shkojnë mas lopës. Apo, heja i nërvuni, e li bere qetin për lopës. E tani vëzër, kur aj i be lopës, ta është dush me këshirë cëllë jam a lopë. A mu që parëm Allah po do mi nëzirë njerë për i vislëkit. Hekma njerë vislëkit për zemën, mësani nuk ka problem në e njallë dhe dekmin. Ama njëherë ju shka frimoni. Allah u vidhët njëherë ju shka frimoni. Shiko, tu po manovër. Thëtë Allah u gjeli gjelalu. Than ata, lutë Allahit në sharoje, lutë Zotin të në sharoje, farlope o kjo. Innel bakara të sheba alejna. Në u kanë gatru lopt. Shiko, sa njerit ju kanë gatru lopt. Dhe që pa pos lopt. I ngatruon lopt. Thëtë Allahu gjele gjelalu, wa inna insha Allahu le muhtedun. Kanë thanë, ne të në kalzoj edhe njëherë, edhe insha Allah ma e gjela. Insha Allah e gjela. Ka të aspetimi nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an, ka thanë, mës me pas thanë, insha Allah të fundën herë kursën e këshin gjetë.
Sikur që do të vim kur ta hupin udhën, 40 vjet në gjejnë udhën. I hup Allah me një obor, me një mahall. I pështjell së ndalin pi mahalle. Shkojnë veri, jug, lindje, përëndim, detal, andej, këndej 40 vjet deri sa vdes komplet një gjenerat. Komplet një gjenerat vdes, pse? Se shtu e kanë pas shpirtin pështjellaft, e kanë pas shpirtin nga trum. Thot Allahu te bareke ve teala, than, inshallah kena me gjet. E kur ka thonë inshallah u ka zbut. U ka zbut gjetja, jo pagimi. Thot Allahu ja, qala innehu yaqul, Allahu më tha, inneha baqaratun la dhalul. Ajo është një lop, detal shtestash. Ajo është një lop la dhalul. Ajo nuk është e lodh pi pune, së ne keshtim punë ata, së ne keshtim me lavru tokën ata. Qashtu është ajo krenare, nuk heme me lavru tokën. Apo, thot Allahu xhel xelalu, dhalulun tuthir, la dhalulun tuthiru al-ard. Ajo është as krenare që nuk e lavron tokën. Wala tasqil harth. Dhe nuk ki mundësi me ta me e vadit kullotën tane. S'ki mundësi me e përdor për atë shka përdorët lopa zakonisht. Dhëtë Allahu gjele gjelalu, musallemetul lashjet e fija. Ajo edhe një dallim me ka. Është një lop komplet e verdh, as një njoll, një vid vogël se ka, as një kime tjetër. Komplet e verdh, pa as një njoll tjetër. Thëtë Allahu gjele gjelalu, qalu al-ana ji'ta bil haqq. I kanë thonë Musës, tash të ki kalzue. Kjo e vërteta. Që kjo është ajo shkana e lipshmi. Kjo lopë të ndëruar gjëmërli, ke 600.000 bitë Israelit e kanë pas, vesh një njëri e ka pas. E kush e ki njëri? Ka thënë Abdullah ibn Abbas, ki njëri është karta smetime ka pas nanën apo babën. Edhe ka qenë respektuës ndaj babës deri maksimum, për hir të respektit që ka pas ndaj prindit vet. Allahu xhelle xhelaluhu ja ka prue pejgamberin bashkë me popullin e vet me ja bleje lopën e këtina. La shiet e fija as një nishan keq se ka. Krejt që të cilësi që i ka përshkrujt, Allahu ja ka bëhe veç një njerit. Ky njeri kush është të ndëruar xhamatli? Ka qenë për njerëzve, se këtu s'ka emra, përveç Musës kur kanë se njofna. Përveç Musës kur kanë se njofna. Se Musa na duhet neve. To nuk na duhen kush janë. Apo, po i dashur vetë Kur'ani ta shuan çfarë? Ata shuan Kur'ani Kurreshtjen, arsyen. Shumica e pyetjeve xhamatlive janë Kurreshtje. O xho, cili janë çki njeri? Po leve çki njeri merr mësimin. Le njeri, apo. Por çimo shiko sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, çikish ka hin xhami, tash ka qenë në xhami, pejgamberi alayhis salam. Ka thonë çikish ka hin xhami, tash në xhenet li 3 herë. Nuk e dim kush është. Sahabia s'kallzon. Pse? Me rëndësi cilësia, jo emri, çfarë duhet emri? M'fon që na marr vesh ai njeri se ka urrejt asnjë musliman, çka kaç? Çiçaj njeri, çka ka qenë xhenet li, se ka urrejt asnjë musliman. Çiçe ka posëm, na më shumë intereson. E kush ka qenë ai? Po leve kush ka qenë ai? Ka një njeri që se ka urrejt musliman. Ti duhet çfarë? Duhet arsyeja, argumenti. Tash këtu, kush janë çto njerëz? Nuk na di, nuk e di. Apo, ama e dim se këta janë të brapsht, janë të përmbyst. E tani çfarë thot? Qalu al-ana ji'ta bil haqq ajatam. Çe kanë gjetë, kanë filluar me lip çiket lop. Derisa ju kanë thonë, çto cilësi. Ato njerëz që janë mirë me lop. Ka thonë çto cilësi, çto lopës që janë të lip. Vesh një njeri ka. Edhe s'besoj që u shat. Nuk e shat ai. Kush ka qenë njëri thot Abdullah ibn Abbas. Ka qenë njëri i cili ka qenë shumë respektues ndaj prindit vet. Edhe çka ka ndodhur zot. Ka një ditë për ditëve baba i vet bie me flet, me pushue. Apo, as shumë e ka respektu babën e vet, për kur gjë nuk e ka trazu përveç për adhurim. E ka respektu deri maksimum. Edhe një ditë për ditëve i vjen puna me bë tregti diçka. Edhe njëri vet thot, "A pe blen çito?" Thot për sa? Thot, "Unë thot ta blej edhe për mashtrajt, ama prit një herë baba jam çohet pi xhumit." Zvedosi unë pa fol baba. Në rregull, ki thot, "O, unë jam thot tu shku rrugës jam. Blej thot edhe ma lirë po ta la." O thot, "Unë ta blej edhe mashtrajt, ama prit në çohet baba." Ai zrip në shpim ki rrit shpim. Ai thot, "Bleje për 100." O thot edhe 200 të jap veç në çohet baba. Ai thot, "O merre për 50." O thot edhe për 300 ta blej veç në çohet baba pi xhumit. Nuk e trazoj. Nuk e zgjoj pi xhumit. Ai thot Abdullah ibn Abbas, ai e rrit, ai e zbritke, ky e rritke. Veç më qëllim mos ta prishë baba, mos ta prishë baba xhumin. Ndërkohë që vëllazër, sa njeriu jo xhumin. Jetën ja prish. Jo xhumin. Komplet jetën ja turbullon.
Apo, komplet jetin ja turbullon, Allahu na ruaj. Për këtë arsye vëllezër, thot Abdullah ibn Abbasi, edhe ai në fund thot, ai te blej ajo. Thot pa u çu baba se blej. Edhe veç rrit çmimin. Thot më çu babon ta blej dhe mashtrej. Ama ku çohet ki bijubit. Për këtë respekt që ka pas për babën e vet dhe prindin e vet, Allahu xhelel xhelalu çfarë bën? E veç lopa që ti e ka pasur të sici. Kur vjen ky, i thot, i vin këto njerëz thonë, "Çi kjo lopa jote na duhet pa qare." Se pejgamberi i Zotit Musa jam ka thënë me e prej. Ka thënë, "Çyshon sheriat kur oprona e dikujna?" Ka thënë, "Nuk e di me vetë na Musa alayhis salam." Ka ar Musa alayhis salam. Ka thënë, këto i kanë thënë, "S'po na shet lopën." Ka thënë, "O pejgamberi i Allahit, a ka të drejtë dikush pronën e huaj me zor?" Ka thënë, "Hak jam e tij." I ka thënë, "I jepni parë Musa," i ka thënë, "I jepni parë derisa t'ja u bleje, derisa t'ja u shite. S'keni zgjidhje tjetër." Edhe ai ku e ka pas? Ku çka ka prish gjubin? Babës vet. I ka thënë, "O bab, sa më ja u shit?" Ka thënë, "Këshirë na e kena veç këtë lopë dhe piqësaj hajna." Ka thënë, "Unë jam plak." Ka thënë, "Ti duhen parë ma vonë." Ka thënë, "E ta matë sa kilogrami kanë çaj ari, çaj saltan. Sonë mos muj." Ka thënë, "Ti je vet, kemë me vet." Ka thënë, "Bara me di sigur që ki më parë." Ka thënë, "Po, a pranojnë, shit dojnë." Thonë, "Mos ja u shit. Çat lopë kena." Edhe i thot, "A doni me ma blej lopën, matë në sa kilogrami ka, altan qa që duhe." Ama këtu anë punë shpalli, pa qare me e prej. Atërë Musa a.s. thot, "Ardhu, kënaqshne, s'ka qare pa e blej." A është rëngut po. Kini mujt një lopë me 500 euro, pagu ishtë është me altan. Sa i ka të ndëruar që më të li një lopë? Sa kilogrami ka? Ari, kur qicit pune ari, apo me kilogram pare me pasmor qaq, pare, sa pardja kish morë. Ama ata i kanë morë kitë komplet lopa sa i ka, altan. Ka thonë matë nëse i ka, apo mi pas 800 kg ari. Andaj Allahu gja për respekt të këti ndaj babës vet, ka thonë, "As qa prishe gjumin po, ata pagujna lopën me altan." Allahu dhe zër, gjdo vepër mirë e shpërblen. Gjdo vepër mirë e shpërblen. Nuk ka dikush, shiko dhe zër, dhe jo veç kaq, shiko dhe zër, ja ka pru pejgamberin, sa do ka thonë, "Altana, shtrajt kjo më të blej me altana, sa kilogram jo, a blej me altan." Ama Allahu gjellu e ka thonë, "Pa tjetër e kini me prej që këtë lopë." Andaj dhe zër, nuk ka dikush që i bën mirë prindërve të vetë dhe sillet mirë me ta, vetë sa Allahu gjellu i jep bereqet njëtën e vetë. Ka thonë pejgamberi a.s. "A ka që dikush për juve mi u rrit imri?" Të nërë mi u rrit imri e kuptojna veç mi u shtu numrat. Jo numrat, mu knas që atë imër shka e kije, e pas bereqet që atë imër shka e kije. Ka thonë, "Po ja Rasulullah, cëli për neve s'ka me rak mi u shtu imri?" Tha, "Mani lidhët fare fisnore." Mbani lidhët fare fisnore. "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Allah ka dhënë urdhër prejt Allah i më adhuru një, mos u bë shok. Dhe e dyta, silloni mirë me prindërit. Silloni mirë me. Shikoj se sjellja e prindërit këtina e ka bëu sepse kjo ka thonë, "Ç'a thoje baba?" E veti babën sa kilo? Ka thonë, "Matë me kilogram." Edhe e kanë marrë vëzër me kilogram, e kanë mbledh këtë arin deri sa ka peshu barabar. E kanë sa kilo ka lopa çikaç. Që a janë bolta këtë altane. Ata e kanë më lopën. Thot Allahu te bareke ve teala, "Qalu al-ana ji'ta bil haqq." I ka thonë, "O Musa, e që tash më e dina. E paguaj të mirë më tash. Basi ta paguajsh me altan tash e dina mirë apo? E kanë mujt me vrej shumë më pak." Thot Allahu te bareke ve teala, "Fadhabahuha." E prajten. E tash kjo vëzër, Allahu gja me këtë preme, shumë të preme i arrin. E premja e parë është bo e premja e shirkut. Ja u ka prej Allah, se ata të mund, prejne me dur të juve, fadhabahuha, prejne me dur të juve lopën. Që ta kuptoni, o ju njerëz, se me paskon që ki zot, a vem punë me e prej. Me paskon vici edhe lopa zot, që meriton adhurimin që ju e kini ba me harët. A ja u kishmi pru punë me e prej lopën? A kishmi pru punë me e prej lopën? Jo. Allahu po ja u therë shirkun palës këtëre njerëzve. E para, e dyta, edhe po ja u pret kanë. Sa e pagujtën? Me altan. Të ndërum që më të li, për e morë me një lopë minimum 500 kg. 500 kg ari. A i ka një shtet i vogël atë si ka. A disa ari janë ato. A disa altan me mledhë këtë qërshirë, a i ka 500 kg ari. Për këtë asyje e kanë pagu shtrajt ata. Ose 1000 kg, Allahu alem sa e kanë pagujt.
Për këtë arsye Allahu çfarë bëu thot? Prene edhe tabiatin e keq juve. Prene e pagujtët edhe më e pagujtët me altan, edhe keni më e prej. E tash çfarë po prejet këtu diçka tjetër. Po ja u therr Allahu kanë arrogancën, karakterin e keq, e pagujtët me altan, po. E tash njëri zakonisht për shembull, me pagujtë vëzër diçka 1000 euro. A e le me prishmë një herë? Ka dalë valla. Ka dalë me se prishmë një herë, e pagujtëm shtrejt. Apo, hajti të dhimbët një lojnë 5 dinar kur ja blenë fëmijës, pse e prishemi një herë? Po para më në për shembull, kipo njëri kerrën e blen, thotë ruje pak. Këto e kanë pagujt me miliarda euro këtë lopë. Allah thotë shkrini këtë në djegi. E pse me djeg? Për me zgjidh problemin. Arat e Musa me zgjidh problemin. Kini me djeg karakterin e pështjellë që e kini në mosbatimin e urdhave të Allahut te bareke ve teala. Thotë Allahu xhele xhelaluhu, thotë fadhabahuha. Mi po vini rejta një Kur'an vëzë sa precize përshkruan në mënyrë përpikte për shumë, thotë wa ma kadu yef'alun. Si me zor, ape pra te ape pra zune. Cili me e prej lopën. Apo se i ka hin gjaki ka hin. Cili me prej lopën. Apo e vëzë shiko, Allahu gjatë thot për lopën wa ma kadu yef'alun. Menzia ato që kanë pas. Po na zot ma e kena pas këtë qenje, zot e kena pas. Që këtë hajvan zot e kena pas. Na e kena dhuru këta qysh me e prej. Shiko vëzër dallimi mes këtyre kur e prejnë lopën dhe këshire dallimin kur Allah e ka zënë për Ibrahimin kur e ka prej djalin. Thot Allahu xhele xhelaluhu kur i ka thënë Ibrahimit alayhis salatu wassalam, inni ara fil manami anni adhbahuk, ka thënë o djali jam, po të shona ndër me të prej. A ndër kanë djalin Ismailin. A këta lopën. Allahu kur e përshkruan këta thot wa ma kadu yefalun, menzi e banëm për pak s'kan këtë prej. Si u ka dhimbë, çish me prej lopën. Shtoj asaj, se ju e dini ata sa e kanë dinarin, apo e keni pa gjim dinarin marketot, bëjmë gjim dinarin zotni. Gjim dinarin, ka ti marrë të gjim dinarin. Apo e këto, a e dini sa e dojnë dinarin po? E para mëna kur e kanë pagujt me altan. Ai të e prej lopën këtu zemra, këtë shtenda ju ka mush. Apo e tani Allahu xhallahu çana ka thënë për Ibrahimin alayhis salam, ai djalin kur e ka prej. Çai ka thënë djali? If'al ma tu'mar. O bab, min jarë në etikën këtu, në min jarë. Edhe e ka murë thikën. E ka vënuen djalin e vetë në cungë, veç pak e ka lë ftyrën, që më sta shove drejt për drejtësi, edhe e ka vënuen miniherë. Për këtë arsye vëllezër, Allahu na kallzon këtu çfarë? Për destabilizimin e zemrave të bijve të Izraelit në raport me Allahun xhelalu ala dhe për stabilitetin e zemrave të pejgamberëve në raport me urdhave të Allahut xhelalu ala. Për këtë arsye, wa ma kadu yef'alun, për pak se s'kan kënd të bë. Ju dhim ke lopa. Këta njerëz ju lidhin. E tash këre, që ti veç ka ju dhimbët lopa. Kur ti dhimbët lopa, si u dhimbët njëri. A që koni sa të lovit janë. Qyki qka e ka bo këtë ciklet për me e prej lopën, kje ka vra agjën. Këta qka e vrasin agjën për pak e për shumë me ja mor pasurien, këtin vi u dhimbët lopa. A kini ba dalin dojnë, të drejtat e qenve. Ojnë sa njerës të ndu dektim ka zërmu këtë të drejtat e qenve. Të drejtat e macave mos i matritoni kafshët. Ulema kafshët, fmi janë të vra, fmi. Allah i një moftë ja Rabbel Alemin. Nuk dalin me thonë për fmijit mos i vrani ples, mos i vrani civil, po shka thonë, mos i matritoni qenë. Kushot, qa ki mërë ti ma të qenë, mo leni mërë të qenë, macat i këshirin, të drejtat, po pse e ki maltretu e thot. Dhe si të mos ta shka jetojnë atje e din sa ju dhimën aty në qenë. Macat që ju dhimën shumë. A dim se ju dhimën macat, të rogje më të li. A dim se i dojnë qatë e si dojnë macat. Vetë se ka thonë për nga me zëmë maca e pastër. Ka thonë për nga me zëmë maca e pastër, e kini përdhe, hek ma ketë macë, a qenin, sa i mirë ka na. Pse? Se shpirti me shpirtin, kelbi me kelbin, e ndyta me dytën. Andaj për nga mërë e sëram, nuk ka diçka që ka përshkujt pastër, vetë sa ta nuk e dojnë. S'ka diçka e ndyt, vetë sa ta e dojnë. Andaj këta e kam rol njerin, kënena, wa ma kadu yef'alun, menzi se përmnojnë thikën në lopë. Për këtë arsye vëllezër, ti shef se njerëzit të cilët nuk jetojnë me urdhat e Allahut, këtë jetën e përmbys të kanë. Andaj nuk ka jetë pa urdhat Zotit, pa shpallje, pa Kur'an. Pastaj thot Allahu xhelalu ala, wa idh qataltum nafsan. E tani shikoj vëllezër, henez na kallzohet ngjarja pi fillimit. Manë men, ngjarja e lopës në Kur'an, fillimin e ka në fund, e fundin e ka në fillim. Fillimin e ka në fund, e fundin e ka në fillim. Shikoj. Henez Allahu këtu, çish ish dash me kallzu, çish ish dash. Ish dash këtu me kallzu. E vrajti një njeri
një prej bijve të Israilit dhe e kërkuan prerjen e lopës për me ngjall atë, për me pa kush e ka vrarë. Mirë, Allah këta na ka dhënë fund. E në fillim që na e ka dhënë fundin. E tash në fund po të kallzon pim fillim atë çka ka ndodhur. Por çfarë arsye vëllezër? Për me të kallzuar për mbysjen e tyre. Çështu kanë merak ato ka e prapa mi popun. Andaj shiko, kjo të kallzon ti sot në botë, këtë që shka folin, këtë që shka menojnë. Këtë që shka deklarojnë, këtë që shka veprojnë. Për të na mësu Allahu neve se na si ummet, a duhet mi pas kun ka e prapa ka e mara? Ka e mara vëllezër. Ka e mara. Ndër që punë mirë që shduhet. Çdo janë do njerëz pshtellaft. Çai të thonë vëllai, fol marrë çfarë? Çfarë me të gjvit fol. E duk tak tak ta. Jo her këta, her ata, her dashta me thon, her s'dashta me thon. Po ç'a dashta me thon vëllai? Kallzona ç'a dashta me thon. A e pa të synim çeta? Besimtarëve do të më kanë i qartë. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, kur fliste Muhamedi sallallahu fliste qartë. E përsëriste fjalën 3 herë. Ndoshta dikush se kanë i mirë. Qartë vëzëre, din njerëz çka po thon. Kur i ka thënë pejgamberi sallallahu Ebu Jehlit, thuj la ilaha illa Allah. A thuja ka lënë doni sen pa kuptua? Jo, këtë ka kuptua. Andaj kur ka ardhur një bedeui, edhe kur e kanë ka thënë, çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë po thot me thon la ilaha illa Allah. Ka thonë la firan kanë aki. Ka thonë pëse la firan? Ka thonë kjo i bika. Krejt që ka punojnë vendet me zullum me ra. Pa mi me pas ka thonë belat madhe. Pas mi me luftu me Arab dhe jo Arab. Ka thonë pëse? Ka thonë kjo i be që mungu veç Allah. A ngojnë zullum qartë? A kanë merak zullum qartë me thonë që a thoje Zoti? Këto pengamberin e kanë gjallë, gjithë këtë torturja bojnë. Po para më në mas i ka vdek pengamberi. A ngojnë? A në vëzër, fillimi i ngjarjes vjen në fund. A fundi i ngjarjes ka ardhur në gjuhën e surës Bakara fillim për tregu karakterin e ngatruar të bijve të Israilit. Pastaj te Allahu te bareke ve teala, "Wa idh qataltum nafsan." Ju e kishit vrarë njëri. Kush e ka vrarë? Ki e ka vrarë migjën e vet. Thot Allahu te bareke ve teala, "Fadara'tum fiha." Dhe i nishtin se kam vrarë, se kam vrarë. Si se li ka thënë, unë se kam vrarë Allah. Kush e ka vrarë? E ka vrarë nipi migjën e vet. Thot Allahu xhelle xhelalu, "Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Allahu ka menxer jashtë atë çka ju e fshehni. Vini rëvëzë. Sura Al-Baqara. Surja më e madhe në Kur'an. Edhe jemi në muajin e Ramazanit, edhe në muajin e agjërimit, edhe jemi në muajin e Kur'anit. Nga ky ajet, e kuptojmë se e gjinët, shejtanët, Allahu i nxjerr me surën Al-Baqara prej çdo trupit njeriu dhe e shëron çdo besimtar për çfarë do lloj smundje që e ka. Argument, thot Allahu, "Wallahu mukhrij." Allahu e nxjerr ma kuntum taktumun, me gjinja në trumet pasi çati e nxjerr Allahu xhelala. Do ta shohim na. Kur do të a keni vado, me të njerëz të shko friu të ai, shko friu të ki. Hiç kurkun mos shko. Çelë surën e Bakara. Por çdo ditë lexoje. Kimë pas Allahu ka me ngjall sikur që ngjallet dekmin. Ta nxjerr e gjin. A e ke vado a e ke bë këtë rrugë veç i trullavi njerëzit. Pas ka hin vesh, pas ka hin sin, pas ka hin bark, pas ka hin mëlçi, pas ka hin 40-50 e gjinës un po të nxjerr na vëlla. Apo lej këtu tjorgovantat, mos anena të nxjerr na. Lej kit komplet, me komplet, lej komplet. Drejtoju Allahu xhënë xhelalu. Drejtoju Allahu. Falu, agjoro. Bindju Allahu. Edhe ki bindje mbështetje të fortë Allahu xhelalu, edhe lexoje surën Al-Baqara. Ka garantu njëri që kur në jetën e vet s'ka rrejt. Hiç asnjëherë s'ka rrejt në jetën e vet. Kush ka garantu vëllazër? Ka garantu Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Ka thënë s'ka shejtan që mundet mi dal ball surës Al-Baqara. Të ndëruar xhamatli një pyetje. A keni pa hafës të smut? Do thonë ja po vëdhem krija që duhet po vëdhem çati apo tuna s'ka. Sa i surën Al-Baqara e lexon për ditë. Andaj shërimi Allahu mukhrij, Allahu ta nxjerr, jo veç kaç, do ta shohim nëse kanë çfarë ndodh këtu. Thotë Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Keç ka keni mshë ka menxer Allahu. Keç ka keni mshë ka menxer Allahu te bareke ve teala. Thotë Allahu xhelalu ala vazhdim. Fa qulna idhribuhu bi ba'dihha. E atëra ju tham, a ja prajtë të lopën po, mirë. Marrni një copë lope. Një copë lope. Ka transmetime, pjesa e kopshës, pjesa e krahut, nuk ka meranësia ajo. Thotim nuk e thiri, s'është meranësia ajo. Meranësia ka thënë Allahu, marrni një copë lope. E kanë marrë copë lope. Ktu e kanë deknin në tokë. Vini re vëllezër. Kudretin e Zotit xhelle xhelalu. Lopa e dekt, njëri i dekt. Allahu me copën e lopës i thot
idribuhu bi ba'dhiha. Me një cop lope merre edhe leje që tu në trup njerit dekt. Më shoje pak edhe veç prake. Shiko, thëtë Allahu Gjellë Gjellë, kedhalike yuhillah, qështu Allah e në gjallë deknin. Për të tregu Allahu Gjellë Gjellë, qka po ju ka zonë bibit Israelit? O ju që e kini adhuru vicin edhe lopën, a e mytët lopën po, a cofi, a met e ngort, a met e prejme, po në regu, që ki njeri a i dekt po. Kur vdic njeri edhe lopa, kudreti kujt met? Kudreti Allahu Gjellë Gjellalu. Për t'ju tregu Allahu Subhanahu wa Teala bive të Israelit, se a i cili meriton adhurimin është Zoti që ti njerit edhe Zoti që sa i lope shka ka kryuë. Andaj Allahu thot, a vdi që tu dit tash, po, edhe ki det edhe ki det. E hajde tash pi dit dekmive, pra me fjallë të tjera, ju vdic Zoti kalum, shka e keni adhuru, edhe njeri ka dek. Kur desin këta, a ka më kudret dikush me njallë? Pra para mëno, që ki njeri që ka vdik, edhe që ki lopa. Këta, nëse këthejmi pak histori, pak ma herët, që ta njerëz e kanë adhuru lopën, tash lopë s'ka mo, e mytën lopën. Pra me fjallë të tjera, e mytën Zotin që e kanë adhuru. Kush mbet tash? Kush mbet? Kedhalike yuhillah. E tash mbet veç Allahu Gjellë Gjellalu. Pi dy dekmive e njallë njerin. Ky dekt, kjo e dekt. Apo? Ky nuk funksionon, ky nuk funksionon. Ama Allahu për të regu se nuk ka mënësia i dekt e ka dekt. Kur thoi Allahu Gjellë Gjellalu bëhet, ajo bëhet. Kun fejekunu. Ta ben Allahu Gjellë riskun pin që është dunjaja. Nuk jetin. Sepse ajo është Zot i botrave. Kusht ka ushqiti mbark nanës? A i ke badë një herti me zile nanës, bjema tamlin se huvanove? A i ke dhëndë një herë qështu? Jo. Kusht ka ushqiti mbark nanës? Si ka mundësi njeri merë nën muj ushqim mbarkun e nanës, e kur del jashtë thot, rreziko që u bo krize madhe, Ukrajina lufta, jo lufta, e metëm kërkun. O rribe se të ka ushqi Allahu deri tash, ka me të ushqi apet. Mëse ki gajlin e riskut, po ki frigën Allahu gjela si pe adhuron këtë furnizuës. Që që ki raport me furnizuesin, ja 2 dekmi kena këto, kush i njallë këto mo? Kush i njallë mo këto? Thëtë Allahu të bareke vë tjela, kedhalike yuhillahu l'mauta. O ju njerëz, kështu Allahu e njallë dekmin. Apo, e njoni thot, a ka argumente o gjo për neve që Allah e njallë dekmin? Po, i ki qëtu një 4 kilometre të spitali atihin, edhe i thue, sa kanë linë sot? Pipikës ujit. E që të ju komplet, qka jena na? Para datë lindjes tonë, 1 minut para datë lindjes, a i koni dekt? Allahot ka rinjallë. Allahot ka rinjallë. Allahot ta ka thonë jetën. Dhe kur doje ta merë. Për këta syve dhe në surën Al-Baqara janë të përmenta 5 rinjallje. Rinjallje e parë, ja kjo. Rinjallje e parë është para prakit që e përmendëm, kur 70 veta kanë thonë, o Musa na dojna me pa Allahin. Allah ja ka mërë shpiritin, i kanë gjallë, e para. E dytja surën Al-Baqara, ja kanë gjallë Allahu njeri. E treta, ja, ka kalu disa njerës, janë konë shumë grumull i madhë. Apo? Dhe Allah i ka thonë komplet vdisni. Dhe pasaj ka rinjallë. Dhe tjetëri, Ibrahim a.s. ka thonë, o Zot, që shenë gjallë dekmin? Ka thonë, mledhi do Zot, myti kitë, edhe përzi i kitë, me flatra, me copa, kitë përzija, as një me një mësele. Pastaj qoje një copë përzime me një kodë, një copë përzime me një kodë, pasaj ka thonë, thumë me dëuhunë, pasaj thiri, je ti në kësa je dvinë gjalla që aty. Rinjallja e 4 dhe rinjallja e 5, e cila i ka ndodhë njërit për njerëzve po thuhet që ka qenë pejgamberi Jusha a.s. i cili ka shku me një katun, edhe ka thonë, ky katun ka në shkret. A ka mundësi mo që tu me mbi jeta? Edhe Allahu Gjellë ka bo me dek ata. E ka bo me dek 100 vjetë. Au kelledhi marra ala qarjetin wa je khawijetun ala urushiha. Kale enna juhi hadhihi Allahu ba'da motiha, fa amatahu Allahu 100 amin. Thumme ba'atha, kale kem lebithte, kale lebithu jomen au ba'da jom. Kale bel lebithte 100 amin, fandur ila ta'amike vë sharabike në me të senne. Ka kalu pra një qytet dhe ka thonë, që ki qytet mos ven veti kur, së njallët mo ki qytet. Allah ja ka mur shpirtin, 100 vjet ka vdek. Mas të 100 vjetve e ka zgju Allah, e ka lind, e ka rinjallë. Edhe i ka thonë, sa ki nejtë në dokë? Ka thonë, jo, me në bada jo, pas në flet pak, mi qëp dite. Apo, anëzë për argumenteve të Allah në tokë është edhe vdekja, e cila o gjysëm vdekje gjumi. Me ta hekë sahatin tije, me ta hekë sahatin. Edhe me ronë gjumë.
edhe mu bo këtë bashkë familja me thanë ki flet 20 sahat. Qysh i ben fije? Sa ki flet? Në gjumë s'ka sahat. Andaj vdekja, gjumi është vdekje. Kuj ku ka thonë, sa kam flet? Ka thonë, gjysë dite. Allah ka thonë, belle bithë mi e te am. 100 vjetë ki flet. 100 vjetë ki flet. Pastaj ka tregu Allahu gjatë disa prej argumenteve që i kanë betë të freskta. 5 ringjallje vetë në surën Al-Baqara. 5 ringjallje në surën Al-Baqara. Andaj Allahu që i ka thënë bijve të Israilit, merrni këtë lop dekt. Mshoni dekmit edhe kingjallët. Thot Abdullah ibn Abbasi, kur i kanë mshue me lop, u ka zgjuk njëri. Edhe ka thënë, mvrajti që kish ka atukajt një pijem. Ka dash me ma mor pasurien, edhe më ka vra. Mur natën, mvrajti edhe mla në sabah ka dal kakajt. Edhe ka vdek prak. Thëtë Allahu të bareke vë tjara, kedhalike juhi Allahu l-mauta wa yurikum ajatihi. Edhe Allahu ja u kalzon ajetet e tina. Zoti ju tregon çfarë fakte ka për me besu ju, për të binë Zotin e madh të bareke vë tjara. Thëtë Allahu gjele gjelalu, la'allakum ta'qilun. Ndoshta kini mend e mledhni mend, e ndoshta kini kujtes edhe kujtoheni se ai i cili e meriton adhurimin nuk është lopa, por është Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye vëllezër, këtë ngjarje e cila i ka ndodhur Musait alayhis salam me popullin e vet, është një varg mësimësh të cilat do t'i nxjerrim me lenin Allahu te bareke ve teala. Neve koha ka mbaruar, mirë po ti përmend disa prej mësimeve të cilat duhet të nxjerr prej kësaj ngjarje. E para prej tyre vëllezër, që duhet të ndalim me këtë, pastaj do të ndalim me disa prej mësimeve të tjera. Cila është vëllezër ajo? E para cila vëllezër? Është se krimi i cili Allahu zbret shpallje për ta dhe zbret rregullat veçanta për ta, është vrasja. Vrasja njerit nuk ka e lehtë. Vrasja njerit pa hak nuk ka e lehtë. Andaj kur e ka vrarë një njeri rastësisht, e kanë marrë vesh se e kanë vrarë. Se ne kanë gjetë vrasësi. Kur së ngjitet vrasësi për më mor haki, Allahu ka reaguar me shpallje. Për të na treguar neve çfarë vëllezër? Se vrasja është përmbysje e rendit në tokë. Allah thot mos e prish një rendin mas e kena rregullue. Apo në instiktin e sicilit njeri vëzë, çfarë është? Instiktivisht, a dvjen me vra njëri mas me vra? Instiktivisht, ç'është dvjen? Instiktivisht. A dvjen ta mytësh njëri mas ta mytësh? Mos ta mytësh. Çka instikti i bazë? Instikti i bazë mos me myt. Për këtë arsye vëzë, kur këtu nuk u ka gjetë vrasësi, a vrasja punë e madhe, argument që jo punë e madhe, është se Allahu ka zbrit shpalljet e Musa, e ka pagujt me kilogram ari ki popull këtë vrasje për t'ju tregu se kushton me vrani njëri. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, wallahi me vrani njëri komplet kush ka mor pjesë aty, Allahu i gjun me ftyrë në zjanë. Një ditë për ditë kanë vrani njëri në Yemen, në Sanaa, në kohën e Omer Khattabit. Edhe se ne kanë gjetë vrasësin. Edhe kanë filluar ata inspektorat e Omerit me vëzhgue kush e ka vrarë këtë njeri. Edhe kanë filluar me hulumtue. Edhe vazhdimisht kanë komunikuar, kanë thënë, po dojnë me dal disa njerëz se kanë bombar, domthon e kanë planifikuar këtë punë. Edhe Omer Khattabi ka shujt, ka thënë wallahi, betohem në Allah, nëse këtë Jemeni, këtë Sanaaja janë bë bashkë me vrasë ata, këtë kam i vrarë. Wallahi ka thënë nëse këtë janë bë bashkë, kanë bë plan me isharete, apo kanë bë agent me vrarë një njeri veç të besimtar. Se ata i kanë thënë, nduket nuk ka veç një, kanë bë disa njerëz. Ka thonë lipni. Ka thonë vallahi, me dalë që këtë qytet janë bë bashk për me vrasë atë njeri, unë këtë kam i vrarë, se kisasja çajo. Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, nëse bashkohen sa do numër i madh i njerëzve me vrarë një besimtar pa hak, Allahu këtë i fund zjarr për tregu çfarë? Se vrasja e madhe vëllazë. Vrasja e madhe. Allahu ja e ka ndaluar gjakin e njerit pa hak. Allahu xhelalu e ka rëndue deri në atë nivel vrasën njeriut, sa që ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, kush e vrat një besimtar qëllimisht, fa jazaohu, çfarë xhezaje ka? Çfarë ndryshimi ka? Fa jazaohu jahannam. Jehenemin e ka xheza. Çfarë sa ka menet aty? Khaliden fiha. Për gjithmonë ka më kanë aty. Ka debat të madh të muslimanët, komentatorët e Kur'anit, pse ka thënë Allahu për vrasësin qëllimisht, për gjithmonë ka menet aty. Ja, se në milimetra vëllezër ka mundësi mja hush njeriu me bë halal gjakin e muslimanit edhe jetë për gjithmonë aty.
Për këtë arsye vëllezër, megjithëse fjala e Sunnetit është se vrasja e besimtarit është kufur i vogël, del besimtari një ditë për ditë për xhenemit. Disa prej komentatorëve kanë thënë ata që cilët dalin për xhenemit, të fundit që ka dalin janë vrasësit. Pi besimtarë. Ata dalin në fund për shkak rëndesës që e ka pas mëkati i tyre. Ata vëllezër shiko, as era nuk kanë me vrarë njeriu, shiko. Gjëja e parë që e le vrasë cila hutia. Andaj shiko si ka arë ngjarja e turbullume prejnë një lop. Qa me prej lopën? Se në vrasja vëllezër ka huti. Vrasja edhe urrejtja ndaj besimtarit dhe njeriu të krijon huti. Andaj këtu kur e kanë vrarë njëri janë hutue. E qa me botash? Edhe kush e ka zgjidhur këtë problem vëllezër? E ka zgjidhur shpallja. E ka zgjidhur pejgamberi Musa alayhi salatu wassalam. Simi tjetër vëllezër, që e marrim e që shumë me rëndësi. Këta kanë pas një vrasje. Si me dina kush e ka vrarë? Kanë ardhur te Musa alayhi salatu wassalam. Ka thonë prejnë një lop Zoti po ju thot. Dhe kjo një mësim shumë i madh, kuptoni mirë. Zgjidhjet e Zotit nuk duhet me ta nxjerr ti matematikën tamam. Morë mend çta. Kur Allah na jap një zgjidhje, mos e çelti, si bebe kjo kurqish, leje ti zbatoje. Apo zgjidhjet e Zotit nuk janë çish i menojnë na. Ajdi, tash këto me vetë që ka thonë, thonë, na kena siklet, njeri ka dek i thot prejnë një lop. Nuk lidhet, apo me men nuk lidhet. E në fund a u lidh në fund, pa u lidh. Copa e lopës, më shoj, u qu njeri. Tha kim ka vra, qa, u zi problemi. Shiko sa letu zgjidh. Ama problemi kua? Këto e ngatrune, qëfar lope, pse lop. Mas pari pse lop, pse me prej lop. Apo, për këtë arsye vëllezër, ne i marrim një mësim shumë të rëndësishëm në këtë ngjarje, që zgjidhjet dhe urtësit e farzeve që na jep neve Allahu mos t'i komplikojna. E për shembull e ki pa plot njerëz thonë, e çish i bë o xho me ta zgjedh problemin e jetës mu fal. Ai ka thënë çish i bë. Unë parë thot s'kam, e ki pa thënë mos do me parë. Unë thot parë më duan, do ti po vdu falu. Ha? Unë e kena për qëllim me ta heq çat dashnin për parë, jo me thon parë. Apo, ne kena çat dashnin me ta heq. Si ta heqim dashnin për parë ti lirohesh mo. Apo, kur të heqet dashnia për parë, kur të heqet dashnia për dunjë, e shati çish drejtohesh. Por këtë arsye vëllezër, zgjidhjet që na i bën neve Zoti, kanë herë njerëz që komentojnë thotë, e ku e tash për mua pasi që jemi agjërushëm. Vëllezër, çiket Ramazani që po na jep Allahu xhelalu, ket rahmet, ket mirësi, ket begati që po e porcjell në kadal. Allah inshallah ka bëu kabull për neve ya rabbul alamin. Nëse ne nuk e dimë emrin e Ramazanin tjetër. E mirë vëllezër, me na pason dikush për shembull, me net ka 13 saat unt agjërushëm, jashtë shpalljes. Rregullohen këtë problemet që ka i keni. Për një herë, me një punë. Që këshmi thonë, qysh be, në nishin probleme, këti po thumë, mos hani buk. Po be, mos hani buk. Pro, me të fjallë të tjera, o vëllezër, këtë problemet, Allah, me shka i zgjidhi? Me shka i zgjidhi? Në Ramazan, pse po zgjidhin këtë problemet? Pse po zgjidhin? Sepse Allah pëngojnë atë, anis hajna. Apo, do njëherë, vëllezër, a ki pa njerëzit thonë, o, 1 milion t'i baj, se unë e mësani e di që ja baj. Allah i thotë, në, nuk ka që aty. Dush me lania, le. Pa u liru për i dunjajës, kur s'mun është më konë pushtetar me punja. Ka thonë Omar Khattabi, i pasur është ta i pasur i cili nuk e do pasurin, jo e cili e zoton ma shumë. Këto shiko sa pare i kanë pas. Kanë pas pare me pagujt me altan lopën. Ama problemin së në zgjidhin. Ti mun është më konë milioner, ti mun është më konë miliarder. Bota vëzër sot, a vun për pare, a për shpallje. Bota sot 8 miliardierës që i kanë këtë të lufta, këtë të probleme, këtë të urrejtje, këtë të ndarje, këtë të kacafytje. A kanë problem pare? Jo be kanë pare. A di sa ka pare? Hynë të sa ka pare. Vesh njerëzin, njërin individ sa ka. Miliardera, multimiliarder. Ka njerëz për shembull në botën arabe pare se di sa ka. E dini shumë mirë. Sa se nuk e di se ja ka shlu Allah naftën si çeshmën. Me çeshma jo nalet e dis nalet. Pare sa dush. Pse s'po zgjidhet problemi? Se nuk ka probleme te parja. Është problem, se tu nuk ka probleme të lopa. Ty lopën me pagun. E mirë, këto kur e prajtë lopën, a ditën me zgjidh problemin? Jo, o Musa, çfarë më po tash me këtë lopë? Të na e pagujtëm. E prajtëm, çka më bë? Andaj shikoj vjen shpallje vet. Fa kulna idhribu. Na ju kallzum, ka dalë. Prit, Allah i kallzon. Na të kallzon atë ç'më apo. Për këtë arsye vëllezër, shpallja i zgjidh të gjitha problemet, ama jo me kalkulatorin tan. Ti mos e terminar atë kalkulatorin. Se me kalkulator vëllezër, kur e jap ti zakatin, me kalkulator. Allah i thot kur ta jepsh zakatin, ta rriti pasurinë. Tash me mend të tu o çive. O çish mundun me hek pasurinë me po rrit. Po be po të rritet. Të rritet. Ta jep Allah i bereqetin.
Apo, se ki pas mi pagujt spital. Po që e dhave se qatin si ti pagujt me spital. Ki pas me rogë ndeshje, me nejt një mujdin spital. Edhe, a mund spitalit doktorit, qona unë se kam pun. Rema këto, re këto. A mund është ti kur ato, e ki pa njeri, runa zot pi belave, Allah i shërof të sëmujt e muslimanve. A mund është mi thanë doktorit, a e mani men në Covid? A qona valla, kujtu që, re këto, re se frimësin të morë. Re se frimësin të morë. Për me morë frimë, dhe zërë, do të më pagujt. E qish paguhet? Me namaz, me zeqat, me agjerim, me haqj, me sadaka, me veprat mira, me mbajtje të lidhje farefisnore, me respekt për ati që e meriton respektin, e kështu me radhë. Andaj o dhezër, mësimi i madh që e marim nga kjo ngjarje është se mos t'i ngatrojmë zgjidhjet e Zotit duke i zbrit në nivel tonin. Apo? E me thonë, çush e zgjidh kjo probleme? Ja, çush e zgjidh? Ja u zgjidhi Allahu xhelalu ala problemin bijve të Israilit. Ja u qoj Allah i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. A u zgjidhën problemet të vëllezër? U zgjidhën problemet. Shiko vëllezër, për një gjenerate e cila e ka vrarë fëmijën për zgjalli. E ka vrarë fëmijën për zgjalli. Kur i ka lind çik pi marrës, e kanë shtin varr. Apo, e ka shtin varr, e ka shtin për zgjalli. Për një gjenerate e cila i ka pas 360 puta në qabe. Për gjenerate e cila avra dhe apre për pikën e qefit, kur kanë dash kanë babela dhe janë mytë. Një gjenerate e cila ka pi raki ma shumë se uj. Një gjenerate e cila, thot Aisha radiallahu anha, 10 bura kanë ba për një herë zina me një gruje. Që kjo gjenerate, me iqra bismi rabbika alladhi khalaq, është bo gjenerata ma e mirë, për të cilën ka thënë Allahu te bareke në Kur'an, kuntum khayra umme. Ju një umeti ma i mirë, me qka vëzë me shpallje. A në njëri për ditë Omar Khattabi, Çfarë ka thonë? Ka thonë, wallahi Zoti na ka nderuar me islam, se mos mu paskon islami, ne na kon më të poshtrit në botë, më të ligët në botë. E kena hangë kamatën, e kena hangë fallin, e kena hangë çka s'kena hangër prej ceneve të qija. Pa Allahu na ka ngrit me islam. Shikoni vëzë së do, ku do në botë ku s'ka islam? Kështu farjet e botë. Kështu sa rakia pijet, që ka droga mire, që ka sa zinaja botë. Publikisht, apo dojnë mi leju ke shpi publike, raki, zina, alkohol, kamat, kret me një vend. Edhe pastaj, e thot, neve na thonë, me mujt me hitë që to. Ku me hi, Allah? Ku do me hitë ati? Po këto shumë zhvillum. Qa kanë zhvillum, dhe zër? Shko, dhe zër, islami nëse mungon me një vend, drita Allahu xhelel xhelalu, s'ka ma aty je, ati përmbysët gjithë shka. Andaj, zgjidhjet që ne i qonë neve Allahu me Kur'an, mos i qitin hesapetua, se s'del me hesap, o vëzër. Mirë vëzër, hajde tash, ta bujnë një hesap. Që ki nejti 30 dit, 29, varësi sa bjenë muje, pa hangë e pa pi, a i be me kalkulator me fitu gjenetina? O nuk i be. 13 saat. 13 s'ke hangër, e mësë 13 ki hangër. 13 ki hangër, 13 ki hangër. Ama Allah thot kutiba aleikum as-siyam, juve ja kanë bërë obligim agjërimin, ka thonë pejgamberi alayhis salam, në xhenet është një derë e cila është vetëm për agjëruesit. Allah na bëfitën ya rabbul alamin. Quhet Rayyan. Rayyan çka është? Aty ku largohet etja. Aty ku njerëzit çast shumë kanë me pi ujë, saqë s'mbetet etje më aty. E mirë, me kalkulatorët. A ka kalkulator dikush thot, për shembull, më thon, vetë Google-ën, nëse ja xheroj 30 ditë, çka shpërblej? Ta qëtë të sobit? S'ta qëtë, a ma shpallë ta qëtë. Me 5 vak namaz, a fitohë gjeneti? Po fitohë. Ka orë një bedeviti për nga mele salatu selam. Ka thonë, ka zomi obligimet e mija. Ka thonë, ki 5 vak namaz, farz. Përveç nëse do me falë në file. Ka thonë, regu, tjetër shka? Ka thonë, Amazon e ki agjorim farz. Përveç nëse do me shtu. Ka thonë, regu, tjetër shka? Ka thonë, nëse ki pasurim në vitit rri, e jep një dele në 40. Ka thonë, tjetër shka? Ka thonë, haqe kije obligim nëse ki mundësi me arë. Ka thonë, gjithër shka? Ka thonë, që to janë përveç nëse do me shtu në file. Ka thonë, ngo, as nuk i shtoj, as nuk i pakoj. E shiko këtë menci, as nuk i shtoj, as nuk i pakoj. Edhe ka morë deva dhe ka hec. Ka bo, shkova 5 minuta ka nejtë me pejgamberin selam. I ka morë dhe u vëdhat, edhe ka hec. Thot pejgamberi selam, kur ka hec pak, ka thonë, mone men, si ta moj Allah fin hinxhenet. Shiko vëzër, ka që është vish moj Allahfin 5-5, moj Allahfin ma agjërimin të rëtë, ama moj Allahfin, moj e mirë. Mos shto, as mos pëkso, ama moje. Për këta zhjo dhe zër, kalkulimet e tona nuk janë kalkulimet e Zotit. Atë hesapin tanë, apo nuk ka hesapi Zotit. A ka ndu një dhe zër të ndëruar që dikush me thanë ty e për shemull, hinë shtetin tem, merë shka dush.
A dini doni shtet dunja? Që si ta mirë zvizën që aty shtetit, në shtetësinë aty shtetit, ato thonë, te na merë pasuri sa dush. S'ka. Allahu gjela thot, agjeruesve kur t'hin xhenet, sa ju japna? Sa ju japna? Thot Allahu gjela gjelalu, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah i thot agjeruesit, Allah na po fitën ya rabbul alamin. Mirë po agjerues me këtë kompletë, me namaz, me zeqat, me hax. Jo asi agjerues që janë Ramazanxhi, jo, mos i ngatrona me sapo. Ai kur të hinë agjeruesin xhenet, çka i thot Allahu xhelel xhelalu? Sa më morë Zot? Thot merr sa dush. A be sa dush merr. Çi këta vëzë përveç Allahut kush ta jep? Sa dush. I funit që ka hinë xhenet, i funit. Allahu xhelala na tregon hadithin pejgamberit sa më gjatë. Ai hin pi xhenemit del, tu dal, i thot, o Allah, veç largo me pështu se shumë nxet, shumë vap, dënim. Allah thot, ali diçka tjetër, thot, jo. E nxjerr Allahu. Thot Zotit, o Zot, unë nuk du me hinë xhenet. A ban veç te dera që ti ngat, nuk lipi çetër shka. A thot, ali çetër shka, nuk lipi vallahi. Afrohet te dera, thot, o Allah, a e çel veç pak. Veç tash mrena shkën tu po. O e kipa thot, veç tash shkën tu po. Allah thot, a tha veç lipi, ma thot, veç çel dera pak tash. E çel Allahu xhela, kur e shet xhenetin e Zotit xhel xhelalu. Thot, o Zot, me mujt me imrena. Thot, a lip mo dishka. Thot, veç tu nga derës, nuk lipi mo, veç nga derës ti. Allahu thot, o rob, po ti zngjihesh be. Po s'dive më ngjiti. Apo, kur e ki pas një golfnish ki thon, o Zot i madh, s'lipi mo kur gjo. Ata është që diskuton thot, ja, e jam të këshin ja. A thove me venja me eftona. O, i thot, o rob, ja po ti zngjihesh be. Edhe i thot Allahu, a i ki bëll dhët dunjaja tok. Thot, o Allah, a i gare me mua. Thot, unë zbaja i gare. Meri 10 tok, hektar, 10 dunjaja hektar, metër, katror, në xhenet. Ki i funit. Sa ka Muhammed a.s. A mund të përnë dhe zërë? Sa ka Muhammed a.s. Sa ka Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Po këtë arsye vëzër, kjo dunjaja ka thonë pejgamberi alayhis salam nuk vlen as një shami e hirijës. Shami, çka e ka hiria, s'vlen dunjaja këtë. Për këtë arsye vëzër, mos ti komplikojnë zgjidhjet e Zotit. Kur thoi Allahu xhelala bane, kur thoi Allahu agjëro, jep zeqat. Bindju urdhit Zotit, shpërblimin ta jep Allahu xhelalu sa ski mundësi ti me paramendue. Këtu vëzër kemi edhe mësime të tjera të cilat do të shtim për ligjratën e ardhshme. Elusim Zotin e Madh xhelalu që Allahu te bareke ve teala të pranon prej neve çdo kontribut, ta pranon prej neve çdo agjërim, ta pranon prej neve çdo mund që e jap na për hir të Zotit xhelalu. Çdo gjuna, çdo kusur, çdo gabim që e bajnë Allahu na i fal ya rabbel alamin. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu na udhzon me Kur'an, ta drejton me Kur'an. Na bën Allahu te bareke ve teala për atyre të cilët e lexojnë Kur'anin dhe zbatojnë ata. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu musliman këtë gjë në përbot, Allahu të ndihmon fuqarat, skamlor, nevojtar, bonjak, jetima të vejat, të gjithë Allahu t'ju jap nga rahmeti vet edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.